Pranvera, me të gjithë shkëlqimin e saj, zbarkoi në Tetov. Temperatura që shkojnë deri në 24 gradë Celsius, moti ngrohtë, me njerëz që shijojnë motin e mirë, me beharin që ka zbukuruar rrugët e Tetovës dhe me pemat që kanë lulëzuar e vazhdojnë të lulëzojnë. Kjo ishte atmosfera e kësaj të shtune në Tetov, në pjesën qendrore të saj dhe jo vetëm. Ditët e fundit të prillit sollën mot të ngrohtë dhe me diell, por edhe sasi të konsiderueshme të pluhurit të Saharas, me çka atmosfera ka qenë turbulluar dhe ndjesia e temperaturave ka qenë më e lartë nga ato reale, siç thonë meteorologët, për shkak të lagështisë në rritje të ajrit. Por prilli ditë të jetë i paparashikueshëm. Meteorologët, duke u thirrur në modelin parashikues të Qendrës Evropiane për parashikimin afatmesëm të motit, alarmojnë se nga e marta më 21 aprill, në vendin tonë, por edhe në pjesën më të madhe të rajonit, do të zbarkojë një front më i ftohtë ajror nga veriu, që do të ulë temperaturat më shumë se 10 gradë Celsius dhe do të ndikojë që temperaturat të jenë nën mesataren e prillit. Të martën dhe të mërkurën, sipas meteorologëve, do të ketë rreshje shiu, kurse për shkak të frontit të ftohtë ajror, do të ketë kushte për rreshje dëbore në viset më të larta malore. Të martën dhe të mërkurën më 21 dhe 22 prill, në vendin tonë temperaturat nuk do të kalojnë mbi 15 gradë, kurse vende në orët e mëngjesit do të ketë kushte që temperaturat të zbresin nën zero.